prej fjalëve popullore që përmendet shpesh tek ne është çështja e binarëve. Atë binarët e trenit. Mirë po, ky shembull përmendet për njeriu i cili është në rrugë të drejtë. Siç thujnë, filani ka dalë prej binarëve. Ose filani, Zoti e qoftë, Zoti e kthejt në binar. E kjo, me ndërte janë një shembull i mirë, se ne e dim që treni përderisa që ndron midis binarëve, ai do të lëvizë, do të qarkulloj dhe do të arrijë cakun e vet. Mirë po, në atë moment që njëra prej dy shinave të saj dështon, atëherë ai tren do të rrëzohet dhe do të praptohet. Po, kur shtrohet pyetja tash, cilat janë ato dy shinat që mbajnë njeriu në rrugë të drejtë në formë shpirtërore? Atëherë përgjigja për këtë është që njeriu për të qëndruar në rrugë të drejtë, nevojitën shina e parë është dituria e dobishme. Kurse shina e dytë janë veprat e mira. Pra me një fjalë, nëse e mediton shpallën qellore, aja tëra fokusohet tek rregullimi psiqik dhe emocional i njeriut. Ona psiqike rregullohet me dituri dobishme. Që i bie që dalja prej shina në këtë rast është me mos dituri e para, dhe dyta është me dituri dëmshme, me dezinformata. Po kjo është një shinë që mjafton me të heqje, me të rrëzu trenit shpirtëror. Po kjo është pikë pari ana psiqike, do të rregullohet gjithsesi, do të jetë mendja udhëzuar me shpallje. Kurse shina e dytë, ana emocionale përmirësohet me veprat mira. Që i bie që kundërta janë veprat e këqija. E zakonisht veprat e këqija bëhen për shkak të epsheve, për shkak të qefeve. E ilaçi për të bërë njeriu veprat e mira është tek durimi. Prandaj ai njeri që ka sabër, ka durim për të kryer obligime, zbatuar urdhra, për të larguar ndalesave dhe gjatë sprovave, ai njeri do ta plotësoj këtë shinë. Prandaj, kujtani ju njerëz, ju në farforme jeni duke rrugtuar shpirtërisht, vazhdimisht. Prandaj, ju nevojitet që të qëndroni në binar, në mënyrë që të arrini cakun. E caku jonë është arritja tek Zoti i Madhëshëm, me qenë kojshi, me qenë fqin i krijuesit në kopshtet dhe villat e tij. Për të arritur këtë, duhet plotësuar këto dy shina, pra të rregullohet gjendja psiqike jote dhe gjendja emocionale me dituri dobishme dhe me vepra të mira.